Miqtë Prizmës, sot Sali Berisha po bënte takim me të ashtu quhetërit aleat. Kishte mbledhur të partitë e vogla, të cilat zakonisht janë identitete ose entitete politike, subjekte politike të cilat në një farë mënyre kanë rrjedhur, formuar ose krijuar deg, kocka nga Partia Demokratike, në konceptet për shembull të tipit balli kombëtar demokrat. Mjafton të dëgjosh këtë dhe jemi të qartë se çfarë do të thotë kjo punë. Dy ishin pjesëmarrësit që kundërshtuan Sali Berishën, edhe që sigurisht është Nard Noka, apo na vini fajin ne, thotë kur e keni fajin vet, Partia Demokratike është të kurrur, nuk funksionon, dhe pafajësisht po fajcohemi ne, duke marrë ne ato usure, domethënë ka humbur Partia Demokratike se jemi ne. Dhe Ali Malli po ashtu tregua një farë mënyre si gjetues për sa i përket edhe bashkëpunimeve, ushtruan probleme të kodit zgjedhor edhe sigurisht reformës territoriale, por nuk është se kishte një problem të madh kjo punë, sepse Partia Demokratike këtë lloj, ose më mirë themi Partia Demokratike e Sali Berishës, domethënë PDSB nuk ka aleat, ka sejmen edhe të përkulur, ka parti të patronazhizmit të saj, njerëz që kanë përfituar nga që janë parti që përveç vetes mund të kenë edhe disa numra, edhe që sigurisht pastaj nuk përbëjnë asgjë. Ato që janë të famshmit, që i konsiderohen aleat të tij, nuk ishin aty, sepse sigurisht Fatmir Mediu del rrugëve që lobon për Sali Berishën, por ishin parët e fundit Gërdecit edhe nuk e di hajdutërive që kanë bërë deri tani edhe që vazhdojnë të bëjnë. Mediu është i mjeshtër për t'i përdorur këto para, lobon për Sali Berishën, jo po të heq non gratën, jo po të bëj ftyrë mirë në për forume politike të huaja, këto punë bën Fatmir Mediu, ndërkohë që është në gjyq me Spakun për 21 për Gërdecin, për 15 majin e 2008-s, që sigurisht nuk ka për të dënuar kurse ai Spaku që ne e dim për trim nuk ka byll për të tilla gjëra, sepse duhet ngatrohet pak edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe nuk ka u dolën kaq trima këta, mos e din kështu këtë dumanin kaq trim të madh, nuk është kaq trim edhe ai është pjesë e këtij, ka 20 vite që e ka të dosin e Gërdecit edhe s'bën asgjë. Nëse as 21 janarit as bën asgjë, dhe s'ka për të bërë gjë. Këtu do jeni, do më kujtoni. Por kështu bën ai, largon, vjen, shkon. Nuk ishte ai agrare ambientaliste, dhe nuk ishte as grekët e Vangel Dules, dhe nuk ishte Blushi kishte dërguar një femër aty. Ata kanë marrë tash, kanë dalë deputet, nuk kanë nevojë të vinë aty të rinë me këta tipat që s'kan kur gjë, domethënë edhe shkojnë ke Berisha. Dhe Berisha i trajtoni man fjalime sikur ti mante aty elektoratit vet, sikur ka dalë përpara. Kujtohet Mirdit, i thotë ai Mirditori, shiko më Sali Berisha, ti na ke thënë që nuk fitohet me Edi Ramën, që nuk mundet me Edi Ramën. Me vët nuk mundet. Me fërc, ja. Po me shami i bëhet Edi Ramën, ç'a thuti? Në nërkombëtare në gjë, tipik se merditorët janë, kishte shkuar Merdit, por merditorët janë tipa. Domethënë duket bën sikur është i marrë, por në të vërtetë është duke i thënë tëra gjanat. Duke i thënë që me vët nuk hidhet, me fërc nuk hidhet, na gjeni mënyrë tjetër për me mënyra tjera s'ka. Nuk hidhet ndryshe, o me forcë o me votë. Atëherë i thanë që jetë u lodh kot në këtë punë. Plus i thotë Sali Berisha sikur ke mbledhur shervila shumë rreth vetit. Në këtë mes Sali Berisha fillon e bën groteskun e radhës. Po pse po e bën këtë groteskun e radhës? Për të mbledhur aleatët që nuk janë vetëm servilat e tij dhe ky hëng nga i copi, man fjalime prej deliranti që e ka zakon. Ky është Torplini, Pipilini, fillon e flet, ndërton përdori fjalën fantasmagorie, është i madh.
ndërton, si me thonë, pralla të jashtëzakonshme që s'ka Hollywood, që s'ka Netflix që e konkuron Sali Berishën, dhe pastaj flet, i hedh dhe lidh me politikën bashkë, ky shkoi kështu, thotë, ke dëni një emër, ata se njohin hiç, ç'a njohin ato s'din gjë hiç. Nuk e di, paguajnë karburantin e makinës vetë dhe se kanë mend këtë punë. Si e pas lek, ç'a lekësh do japësh këtyne, aleatët e Sali Berishës. Po, ju merr në i votë, ato votat ju merr dhe i hedh në i kocë, po tash s'ka kocka për të, s'ka koca për vete. Partia Demokratike i kanë marru, ka me vetëm i tull, edhe edhe atë do për vete, Kështu që në këtë mes, këta nuk janë aleat, këta janë, sa të të mzdu me i fyja, kuptan, janë thjesht ata kockë mbledhur, që duan më nejtë copë edhe ata duan që dalin, për i bënin kritika dhe për kodin zgjedhor. Ç'a të thush, ata janë tipa që i shkojnë mrapa Sali Berishës dhe ky ju marr fjalimet e tij të ngritura në erë, të akuzave të konspiracionit të jashtëzakonshëm këtu mafja Amerika, të Plini, mafja e kësaj, mafja e Bellukja, Turqia, Amerika, me Doni Galci, këto tip të muhabet që s'nalet kurrë, kupton? Edhe ata ndigjonin rrinë aty. Të t'i thush të janë aleatët. Të janë patronazhistët e Sali Berishës, bile këta nuk e bëjnë dot patronazhimin, se këta nuk dinë se sa janë vetë. Patronazhistët e Partisë Socialiste dinë se kush voton, kush nuk voton, për kë voton, ç'a voton, a do shkojnë plazh apo të rri për të votuar, i dinë gjitha. Këta bëjnë sigur i dinë, po s'dinë asgjë, dhe njëkohësisht i kanë met edhe pa lek tash, edhe nëse del në një gjë, del shumë pak, ju kanë met droncat, dhe sigurisht që s'janë as aleata as kur gjë, janë njerëz që kanë mbetur kot aty, janë plak, tash ishin disa pleq aty që nuk janë vetëm pleq kështu në moshë, por janë pleq edhe në tru. Por e gjithë kjo, di pse ka ndodhur? Kjo ka ndodhur sepse sigurisht Sali Berisha ka rënë dakord me Ervin Salinjani, njeriu më i përdorur i Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka përdorur për të bërë burgun Ervin Salinjani, duke i servirur një narrativ, interpretimi për vllain e Fatmir Xhafës, të një që bënte zërin, aktor. Dhe Ervin Salinjani ka bërë burgun për këtë punë. Për fat keq është futur edhe Ilir Ali Mehmeti, që kam kujtuar se është djalë intelektual edhe inteligjent, gjëra të tilla, po jo, është i përdorshëm edhe ai, shumë i përdorshëm. Mund të ishte përdorur edhe kjo tabakja, po me sa duket nuk ka të besu, se kanë thënë mos ta nxjerr sekretin kjo. Si më thënë gati si njerë, mund ta nxirrte që jo, më ka dhënë urdhër Sali Berisha, mund ta thoshte këtë gjë. Kurse këta dy nuk e thonë. Ervin Salinjani ka marrë urdhër që të bëj dhe me kundërshtarin në parti. Imagjino kundërshtarin në parti pa përmendur njerë Sali Berishën për njeriu që po kundërshton. Kjo është tipike e urdhrit marrur nga Sali Berisha. Po bën njeriu që po luan sondazhet, sot Report TV, apo kishte thënë është në Google më i klikumi, po edhe mund të jetë më i klikumi, sepse mund të ketë bërë zhurmë me lejet Berishës dhe mund të klikohet më tepër Berishë. Pase po klikohet më tepër Salinjani, se sa Sali Berisha, kjo është me të lyt me në kres. Salinjani para Berishës është një çmçakiz, as Robert Çmçakizi nuk është, po është një çmçakiz që e kanë përdorur, e kanë pështyret, dhe ai që do ta përtypi do ta marrë edhe herë nga toka. Kështu është Salinjani para Sali Berishës. Është më i përdoruri keq në Partinë Demokratike, dhe ai ka marrë urdhën që të bëj njeriu i cili çon PH-in. Që Sali Berisha pikërisht bëj këtë punë pastaj. Të mbledhë partinë edhe herë aty ku e dallon që po i shpërthiqet. E dallojnë durrën do veprojë. Disa do t'i shpallë armiq, disa do t'i bëj miq, do t'i josh. Po ashtu edhe në vendet e tjera. Ku shkoj Salinjani do t'i marrë vesh. Një gjatë pak kështu konferencës partisë të 56-s të Enver Hoxhës, i cili ju dha pak liri që ata të shfaqesin. Shfaqesin pastaj goditi. Po këtë punë do bëj me anë Salinjanit edhe Sali Berisha. Do zbuloj këka ato që janë kundërshtar dhe do t'i godasin. Sepse ai është i porositur për këtë punë. Njeri që nuk ka vizionin, nuk propozon se çfarë duhet bëj me Partinë Demokratike, s'ka programin e tij, këtë program nuk e shfaq kërkund.
nuk shfaqe dhe nuk thot asgjë kundra atij që është fajtori kryesor, që e din gjithë, që e ka emrin Sali Berisha, domethënë është i ngarkuar i Sali Berishës për të bërë këtë gurgule. Dhe këtu tash ma shesin në televizione, sigur ai është njeriu i kundërshtimit. Kush kundërshton Sali Berishën? Ervin Salinjani? Ku e kundërshton? Kur shkon nuk e di, ka shkuar po ditën e parë masi ka dalë nga burgu, kur shkon ke Grida Duma. Po kjo nuk është kundërshtim. Ky është aprovosh. Pra, miqtë e mi, e para, aleatët e Berishës nuk janë aleat, po janë pleq me dhëmë të prishur, me kuletat bosh dhe me gjaketat vjetra, njerëz të vuajtur, të cilët sigurisht tashmë nuk kanë as fitime, s'kanë as gjë. Në njëri që mund të ketë qenë i mendshëm, mund të ketë përfituar diçka prej Edi Ramës, po Edi Rama nuk pyet për aleat. Po t'ishte punë aleatësh, do kishte sa të dush Edi Rama aleat, po s'ka asnjë, do të dëm Partia Socialiste. Nëse doni të jeni aleat, të futuni ke Partia Socialiste. Ky i përdor këtë, se i ka përdorur gjithë jetën. Sali Berisha i ka përdorur gjithë jetën këta rondokop, të cilët kërkojnë nga i copë, mësëne. Dhe pastaj kur ju merr edhe votat, Sali Berisha thotë e keni fajin ju. E dyta ishte Salinjani, gjithë të gjë të madhe, të shi që po i takone, më i bane, po hap partine, po ka dalë në bazë, dhe që manë fjalime prej Don Kishoti, njeriut cili, jo vetëm i ka marrë koka erë, sa ti, ka marrë koka erë prej kosh, po të shi vjen erë gjithçka, është tipike kjo, për 81 vjeçarët, cilët sigurisht vazhdojnë tentojnë të bëjnë alternativat politike, vazhdojnë të bëjnë alternativat politike, është në përdorim e sipër. Është një përdorim i jashtëzakonshëm. Njeriu më i dur, ai që është përdorur gjithmonë nga partia, quhet Ervin Salinjani. Zhurma e tij bën Sali Berishën që të kontrollojnë se në çfarë niveli e ka partinë, në çfarë niveli i ka aleatët, e ashtu quajtur, derbederët e ashtu quajtur, ata që shtrihen për një kock, ata që kanë nevojë vetëm dalin një tavolinë, thonë ishim edhe ne, dhe njëkohësisht ata demokratë cilët kanë edhe kundërshtimet ose kanë objeksionet të tyre. Do që t'i marrë vesh. Për këtë punë i shërbente Salinjani bashkë me Ali Mehmetin. Për Salinjanin e di se është kështu. Se ishte edhe ky i lirë Ali Mehmeti, këtë nuk ma mori mendja, po ja që jashtë. Çfarë ti bësh? Kështu ndodhin këto elemente. Se është edhe ky djalë i tillë në këtë lloj mënyre, nuk e besoja, unë nuk e besoja, kujtoja se ky është njek, është i kultivuar, ka të tjetër përbërje, është borgjez në koncepte, është njëri më i lexuar se Salinjani, i cili është sigurisht për komunikim, për kërkurim çate me Gridën, po jo më tepër se sa kaq, edhe me mendime prej një Don Kishoti, që përdoret për filma Netflixi, që i organizohet e Partia Demokratike, kundra Parti Socialiste, bje fjala ose kundra vllajt Fatmir Xhafës, po jo më tepër se sa kaq. Tash ai u përdor atëre, është përdorur më përpara se atëre, do të përdoret edhe tani. Funi është kjo Sali Berishës. E përdori që t'i kthehet edhe një herë atyre kundërshtarëve në parti, t'i identifikojë dhe pastaj t'i shpallë armiq. Dakord, miqtë mi?